një zgjidhje do të me pas për qytetari. Qytetari nuk merret me atë, ke pa autobuset janë nalë tani on, dikush do të më ofru zgjidhje, po jo me i premtu, sepse boll mirë tha njëri për sindikata tha aty tha nuk kërkosh ta autobusi tha nuk ec me premtime, po me parë, do të me pagu domethënë benzinin, naftën. Pra, kjo po i bën që ti nuk duhet me bë këtë temë dhe nuk duhet me blloku gjendjen këtu që e kam prua. Këta krejt janë përgjegjës për këta. Pra, me siguri pyetje këtë kam thonë çka lypet këtu diçka tjetër. Po lypet ose konsenzus, ose vendisim, edhe konsenzus mas nisitetit, ose me problemet e njëjta. Pra, skena politike nuk do të ndroj shumë në kuptimin elektoral, domethënë do t'i ketë vetë vendosja, unë po mendoj që Kameroni 2%, tash kjo është vetëm mendim, pra nuk do të thonë që është ashtu as pak, por mendoj që do të bjenë 2%, sepse rani është për me rast, gjithmonë zgjedhjet ka e sharrit indikon, dhe zakonisht në këto situata sharritet ai që ka pas pushtetin dhe nuk ka funksionuar që duhet dhe nuk ka pru zgjidhje. Po pres vetë vendosjen pak me hup. Po këta tjerë mund të rriten si opozit, por nëse quhen opozit, se tash është garë, tash s'ka opozit, jo është garë, gjithë partitë janë barabarta sipas ligjit të zgjedhjeve dhe gjithë përkrahen nga qytetarët tonë lypin për